Po kemi për shembull jo më larg se me që e njohin edhe njerëzit tashmë përgjithsisht vajin e Farzes. Po. E kanë përdorur para arabëve dhe para muslimanëve, e kanë përdorur kinezët, e kanë përdorur disa zona në Indi. Por nuk është se u shpik në Dhe muslimanë. profeti e pa atë që Kishte i dobishëm domethënë dhe tha, E këshilloi. fanin e njohur domethënë që shëron çdo gjë përveç vdekjes. Po. Nuk e di sa është e vërtet, po është. Thënia është e vërtet, po komendi është e rëndësishëm për mua. Ke Ibn Haxher Askelani për shembull thotë, është në gjuhën e profetit për t'i dhënë rëndësi diçkaje. Po, Përdor hiperbolë. e thekson, po. Përdor hiperbolën e thekson. Po nuk duhet të Pra, marrë kështu. kjo nuk do thotë që shëron gjithçka përveç vdekjes edhe Ibn Haxher. Nuk vërtet, është kështu, por ai e ka treguar për rëndësi Se që do ka. të një njerëzit, e kanë më përdorur njerëzit Fiks. kanë Jo, edhe e përdor Specializuar. Po. se është komercializuar. Jo, e kam fjalën domethënë. Kampanja aty edhe të shkruar këtë hadith Po, që e po, shet, Fiks. them është abuzim. E vërtet është, e vërtet. Është abuzim. Është abuzim deri në atë pikë sa që unë me shaka e them, po jo dhe fort me shaka e them hallalli është harami më i madh. Në mënyrë se si është standardizimi që komercializuar. komercializuar. Domethënë, ai shumë është komercializuar, ai shumë është nuk e di domethënë përdor, Fiks. keq përdor, në atë pikë domethënë sa që Dhe ne ma- kemi parim në Islam është parim që çdo gjë është lejuar. Për aq për sa veç nuk ka asaj, një dëshmi konkrete që është Po, ndaluar. që Po pse duhet me thonë ti halal, tu halal? Domethënë me tregu që bota halal është. Jo, që të mos dalim tash Në Pilateo, me po. një zonë Po, pra. 100% muslimane, pra siç është Kuksi ose Libra, që mish halal. Po. Pra Po, standardizim. pra. Në se E kisha këtu më e në- veçanta dikush ke kjo Po. ndërsa se kur dikush për shembull e bën këtë kritik siç e bëri ti tani. Problemi është se nuk e marrim, ne të nxjerrim Zotin para. E po ti që ke kundër halallit, se themi Po, dhe i term pikërisht, kështu që po. ti s'ke ku të shkosh pastaj. Të nxjerrim Zotin para, kupton? Dhe themi je kundër Zotit, ti si është puna jote. Kjo është pra ulja e standardit estetikës. Po, po, Se të nxjerrim dhe Zotin kundër pastaj. përdorimi po është keq citimi i Zotit në farë mënyrë. E kisha këtu domethënë kur mora vajin e Farzes e mora si element se si me që e njohin edhe njerëzit përgjithsisht, në mënyrën se si se shumë besoj shumica njerëz mendojnë që ky është vaji i Farzes është ka ardhur vetëm prej profetit, e kanë përdorur Po, vetëm po, muslimanët, po, nuk e po. dinë që e kanë përdorur kinezët shumë para profetit. Drejt. Apo taktikat caktuar të betejës në luftë, i kanë përdorur shumë tjerë para profetit. Po. Me rasti Selmanit. E shumë tjera mos janë pafund, elemente të cilët domethënë profeti i Zotit i merr dhe po themi i islamizon, i naturalizon në shtratin e Islamit si trashëgimi të rëndësishme të njerëzimit. Nuk ka përjashtuar asgjë profeti, unë jam vllai i profetit më përparshëm. Unë s'kam marrë me ndryshu gjë, siç është hadithi i njohur. Thjesht ajo tulla që Po, plotson. ajo tulla që plotson shpinë, domethënë. Pra ne thotë shumë bukur Izet Begoviçi. Islami thotë ka dy histori. Ajo para Muhamedit alayhis salam dhe ajo mas tij.